4 gjëra që duhet të ndalosh së bëri që sot e tutje, që të kesh një shëndet mendor, shpirtëror dhe fizik të shëndetshëm. Dhe në qoftë se gjendesh në një gjendje që deri tani nuk po gjen zgjidhje as me medikamentet që ke marrë, as me gjendjen tënde shpirtërore, në datën 2 shtator, dita e shtunë, do krijojmë një trajnim të fuqishëm që sikush nga ju që do jetë pjesëtar, do shikoj shkakun, por dhe zgjidhjen e problemit të tij shpirtëror, mendor ose trupor. Në qoftë se të intereson, më shkruaj këtu poshtë shëndeti dhe kërko link për në datën 2 tek numri që do gjesh këtu të shkruajtur në video dhe më ndiq për video të tjera.